Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër, sa herë vinë dita Bajrame dhe dita Gjuma në një ditë, del një diskutim që a duhet falemi Gjuma apo jo pse kemi falu Bajram. Edhe është një grup ose një xhamati i madh besimtarëve që nuk falin as Gjuma as dreka ditën Bajram. Pse? Kanë argument sipas mendjes atyre që kanë falur namazi Bajram. Edhe kush falet namazi Bajram pastaj s'ka detyrë as Gjuma as dreka. Edhe ne duhet diskutojmë këtë çështjen me detaj. Vlezër, dodhi ashtu që në kohën dërguar Allahu xhallahu xhanu, një ditë ka ardhur dita Gjuma dhe dita Bajram. Edhe dërguar Allahu xhallahu xhanu ka thënë: "Ijtama'a fi yawmikum hadha idan", në këtë dita juaj është bashkuar dy Bajram. Bajrami që kishte dhe dita e Gjumas, edhe quhet dy Bajram. Atëherë çfarë është? Faman shahida al-ida, kush e ka ardhur në namazi Bajram, në hutbë të Bajram, fala Jumata alej, ai nuk ka detyrë të vi për Gjuma. Walakin la yada salat al-dhuhr, por masle namazi e dreka. Kjo është fjala dërguar Allahu xhallahu xhanu. Tani, nga këtë hadithi dërguar Allahu xhallahu xhanu, çfarë kanë marrë dietarët mustahidinët? Fa madhhabu al-Hanafiyya wal Malikiyya, Imam Abu Hanifa rahimahullah dhe Imam Malik rahimahullah thot, në qoftë se bashkohet dita Gjuma dhe dita Bajram, atëherë asnjë namaz nga namazi tjetër nuk mjafton. Çfarë ka kuptimi? Kuptimi është që namazi Bajram është sunnet, kurse namazi Gjuma është farz, me urdin Allahu xhallahu xhanu: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah." Me këtë ajet edhe shumë hadithet Profet alayhi salatu wasalam mutawatir, namazi Gjuma është farz, kurse namazi Bajram është sunnet. Në qoftë se njeri nuk falet, nuk ka asnjë përgjegjësi, asnjë gjunaf nuk ka. Vetëm sawabi s'ka marrë, problemi nuk ka marrë. Atëherë kur pozita të dy namazeve është e ndryshme, atëherë si ka mundësi të mjafton namazi nga shkaku që ka falur Bajram tani për namazi farzit. Prandaj me asnjë mënyrë nuk ka mundësi të shluhet këtë detyra. Ni. Wa hadha huwa madhhabu Shafi'i. Edhe këtë është mazhabi Imam Shafi'i rahimahullah. Edhe Imam Shafi'i rahimahullah thotë që nuk mjafton kjo. Kurse për Imam Ahmed bin Hanbal, thotë Abdullah ibn Baz rahimahullah, kur bashkohet dita Bajram dhe dita Gjuma, është lejuar për një personi që ka ardhur, ka prezantuar në namazin e Bajram, të mos prezantohet në Gjuma, por jo që mos fal dreka. Ai dreka do të fal, por nuk do të prezantohet. Nuk ka detyrë prezantimi Gjuma. Se hutba ka dëgjuar sot, atëherë mos prezantohet në namazi Gjuma për fal dreka. Kjo është mazhabi katër imamëve. Domethënë Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed bin Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Malik dhe Imam Shafi'i nuk lejojnë, nuk ka mundësi të shluhet namazi këtë tjetri. Kurse Imam Ahmed bin Hanbal thotë mos prezantohet në Gjuma, po fal dreka në vendin e vet. Vlezër, tani do të diskutojmë koha Profet alayhis salam. Dërguar Allahu xhallahu xhanu pse ka thënë këtë gjë? Në dërguar Allahu xhallahu xhanu në Xhamia Medina, dërguar Allahu xhallahu xhanu ku ishte, rrethina Medina, dy xhamia ishin ku ishte Gjumani, Quba edhe Xhamia Profet alayhis salam. Edhe xhami tjera që ishin shumë xhamia, ato njerëzit nuk falshin Gjuma në xhamit e vet, po vinin në xhamia Profet sallallahu alaihi wasallam, në hutba e Profet alayhis salam. Tani për ato njerëzit është shumë e vështirë, kanë ardhur pas sabahu, para sabahu, për të falur namazi Bajram. Ma kam mjet e vet, kanë falur namazi Bajram, do t'i kthehen në shtëpitë e vet, edhe pastaj do vinë prapë për Gjuma. Dhe për të lesuar këtë çështje dërguar Allahu xhallahu xhanu ka thënë, mos prezantoni në Gjuma
pse gjuma do të falemi, ne do falemi, wa inna mustami'un, ne do falemi, kush e ka dëshirë le të vi, po nuk ka detyrë, pse mos lodhen dy herë dhe faluni dreka në vendin e juaj. Kjo është qëllimi i Profetit alayhis salam, nuk është qëllimi që ka shlyer detyra e gjumas nga falja namazi Bajram. Edhe kjo edhe sot është, dikush nëse ka i fshatra nga larg ka ardhur për të falur namazi gjuma, edhe namazi Bajram, edhe pastaj ka për të ikur edhe në fshatin e vet nuk ka gjuma, por vin për të falur në qytet, atëherë shariati lejon ta mos vin për të falur prap namazin e Bajram dy herë në qytet. Kjo është duhet dim vëllezër çështja e shariatit, që namazi gjuma nuk është në çdo xhamia. Në kohën e sot ne falemi nga shkaku endit ton që është feja është dëpsuar, njerëzit janë larguar nga feja. Nëse ne nuk falemi gjuma, atëherë ato nuk kanë për të prezantuar asnjëherë, se 5 vakte nuk falin. Atë ne falemi duke bërë tolerimi, lehtësimi në çdo fshati, në çdo xhamia. Kurse me rial al-Jum'a kuptimi është bashkimi, lidhja. Edhe gjuma falet vetëm në xhami të kryesorë të mëdha. Prandaj në mazhabi janë të shumë kushte të forta për falje namazit gjuma. Duhet al-idhnul am, çdo personi duhet vinë në xhamia, duhet ketë le. Pastaj për falje namazit gjuma duhet kanë kushta që duhet jenë 40 veta. Imam Abu Hanifa rahimahullah thotë duhet pa 3 qytet. Nëse nuk ka qytet nuk quhet gjuma. Ato gjitha kushta prandaj ka lënë që gjuma nuk është në çdo xhamia. Por në kohën tonë ne falemi në xhamit tona, gaçi është psuar imani njerëzit edhe nuk vinë në namaz tjera, minimum bashkohet ditë gjuma edhe dëgjojnë diçka nga feja Allahu xhaleshanu dhe forcohet imani atyre. Prandaj kjo është keq kuptimi i madh që lën detyra Allahu xhaleshanu, farzi Allahu që është nga ajet Kur'an, nga shumë hadithet Profetit sallallahu alaihi wasallam për gjuma, nga shkaku që kanë falur namazi Bajram. Namazi Bajram nuk ka asnjë krahasim me namazin e gjuma. Të dy janë të shumë diferenca i madh. Një është detyra Allahu madhruar, kurse dyta është sunneti, kush e ka dëshira le të fal, kush e ka dëshira mos fal. Besoj që keni kuptuar edhe çështja është e qartë e pastër. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.